Një tempull i maceve fatcielse tërheq vëmendjen e rrjeteve sociale. Tempulli Gotokuis në Tokyo prej dekadash është kthyer në një atraksion turistik të kurioztarëve, të cilët vijnë të admirojnë statujat e maceve fatcielse, që ndodhen aty me mira. Megjithatë, ky vend kohët e fundit po pret një tjetër lloj turistësh, blogerë të apasionuar të rrjeteve sociale. Rreth 10.000 mace me forma të rrumbullakosura ndodhen kudo në tempull, me njërën putër në ajër që duket sikur të përshëndesin. Sfondi është ideal për ndjekësit e rrjeteve sociale, të mikluar nga ideja e një fotoje të suksesshme që do të marrin mira pëlqime. Emily Lin, një turiste 25 vjeçare me origjinë nga Hong Kongu, shprehet se ndërsa po bënte një kërkim në Google të vendeve më të postuara në Instagram në Tokyo, ky ishte pikërisht një nga më të rekomanduarit, pohon me entuziazëm vajza, e cila po kërkon këndin më të bukur për të fotografuar yjet e tempullit. Një tjetër, një student në degën e fotografisë në Taiwan, 31 vjeç, ndodhet aty për të njëjtën arsye. Më pëlqeu një foto në Instagram dhe kam ardhur deri këtu me ndihmën e Google Maps.